nuk e pas asnjë përgjigje, nuk e marr asnjë koment dhe asnjë konsiderim për me ndodh kuvendi. Institucionet përgjegjëse të drejtësisë, prokuria, duhet veproj. Sot ne kemi dërgu një kërkesë zyrtare si aleancë në koordinim me partitë politike që kanë qenë opozitë, e kërku takim me kryesuesin e seancës konstituive, zotin Dehari, në mënyrë që nesër, në oranin 11, kur kalon 48 orëshi, në bazë të përcaktimit rregullorës së kuvendit, të ndodhë seanca. Nuk e pas asnjë përgjigje, nuk e marr asnjë koment dhe asnjë konsiderim për me ndodhë kuvendi. Çka do thotë kjo? Po shumë e thjeshtë. Kur neve na pamundsohet ushtrimi i funksionit tonë si deputet, dhe kur ne e shohim që ka nis shpërbërja e institucioneve demokratike që fillon nga kuvendi, dhe rrjedhimisht shkatërrimi i të arriturave të vendit tonë, nuk na mbet tjetër veç të provojmë rrugë fillimisht institucionale e pastaj të bëjmë veprimet tona politike në funksion thrimit të rendit kushtetuesën në Kosovë. Ajo që na brengos shumë është se shkelja e kushtetutës për vetë që po ndodh në kuvend është ka ndodh edhe mazi në qeveri. Kjo është ligji për qeveri. Nini 26 që flet për pa pajtueshmërinë me funksion të anëtarit qeverisë dhe parandalimin e konfliktit të interesit, thotë kështu. Në rast se një anëtar i qeverisë në detyrë zgjidhet deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i njëjti duhet të jap dorëheqje nga posti i qeverisë para ditës së certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. A jeni të kuptuar që në Kosovë sot e kemi kuvendin pa institucione, jo funksionar, të uzurpuar, dhe njëkohësisht i kemi një 17 ministra të cilët janë deputet që shkojnë në zyre në mënyrë antiligjore. Institucionet përgjegjëse të drejtësisë, prokuria, duhet veproj për shkak se është ka shkelen të gjitha normat juridike të cilat e kanë pru Kosovën, siç e tha edhe Ariani, në një stad të papama herë.